E tani I kthehemi zhvillimit të ditëve të fundit ku shumë komuna në Kosovë janë përballur me vërshime e për këtë tashmë ka filluar vlerësimi I dëmeve. Shtëpin I amori uje ndërsa dëmet I ka ende të pranishme. Pas rreshjeve të dendura të shiu dhe përmbytjeve në drenas, u godit edhe fshati Qikatoveri. Familja e Bajram Qerkinajt vështirë se mund ta përballoj këtë krizë. Këtu në ka hy uji, do të thonë pikërisht edhe prej këtu, prej asfaltit, se në këtu ofër asfaltit shumë, mi po edhe mbrapa shtëpie, u të bu uji konsiderueshëm, si me thonë valla 1 metër në altësi. Tani në ka hy ujt edhe prej murit, se shtëpia e pa izolume, do të thonë pej çorat bllokit e pej atyne, edhe në ka dëmtu valla, që ato gjana që ai kena post. Shumë dyshemej, laminate, kuzhine, që të pajisjet elektronike që janë. Mirë po tashmë komuna e Drenasit ka nisur të pranoj kërkesat e qytetarëve të prekur nga rreshjet për vlerësimin e dëmeve. Këtë kërkesë ka bërë edhe vetë Qerkinaj. Do me thonë se do shte hone, I kum qu fëtet, edhe mrena kum fotografu, që në ka bo dëme, edhe në ka premtu komuna Drenasit që do të kompenzojnë që të dëme që në kam bo vërshime. Komuna e Drenasit ka formuar 3 komisione për vlerësimin e dëmeve në këtë qytet. Qytetarët e villëve të bëjnë kërkesa për vlerësimin e dëmeve. Njëkohësisht kemi krijuar 3 komisione të cilat do të merren me vlerësimin e dëmeve. Kodër të këtyre komisioneve është komisioni për vlerësimin e dëmeve nga ekonomisë familjare, komisioni për vlerësimin e dëmeve bujqësore dhe komisioni për vlerësimin e dëmeve të bizneseve. Qytetarët veç kanë filluar një numër I madh I kërkesave të cilat janë ardhur, komisionit kanë dalë edhe javën e kaluar kanë dalë në terren, po edhe këtë këto momente derisa na po flasim, komisionit janë të bëjë punën e tyre. Edhe Madisheva u godit një nga përmbytjet e fundit. Qytetarët e kësaj komune mund të paraqiten pranë zyrave të komunës për të dorëzuar kërkesat për vlerësimin e dëmeve. Edhe bën vlerësimin e dëmeve dhe në fund të kësaj bëhet një raport përfundimtar ku përcaktohet se cila familje me dëm përkatës e në fund është edhe shumë e përgjithshme e dëmit përmes së cilit shumëni do duhet të drejtohemi qeverisë qendrore përmes drejtorive tona. Komisionet për vlerësimin e dëmeve janë formuar edhe në Klin, Fushë Kosovë, Skenderaj e Rahovec. Si pasojë e vërshimeve, disa komuna në Kosovë kanë marrë vendim që ta shtyjnë sërish procesin mësimor. Pra, ky vendim është marrë në nivel të komunave, por jo nga Ministria e Arsimit. Bankat janë të zbrasta e mësimi nuk nisi. Këtë hënë në shkollën fillore Adi Gashi në Qikatov të Drenasit nuk u paraqit asnjë nxënës, sepse ky institucion u prek nga vendimi që në këtë komunë të shtyhet nisja e mësimit edhe për 2 ditë. Kjo si pasojë e rreshjeve të dendura dhe përmbytjeve që kanë shkaktuar dëme. Ndonse kjo shkollë nuk pësoi probleme, shtyerja e mësimit ishte vendim I mirëpritur. Fatbarësisht shkolla ju nuk ka pas problem gjatë kohës së vërshimeve. Ne kemi qenë gatshëm me fillu procesin mësimor. Mirë po të I marr parasysh që kemi nxënësa edhe për shkollës Bajicës, domethënë për fshatit në falnit Bajicës ata udhtojnë, është dashur me I marr parasysh gjithë faktorët edhe me vendos për me shty procesin mësimor. Asnjë shkollë në Drenas nuk u raportua se pati dëme për shkak të rreshjeve. Kjo u konfirmua nga drejtori I arsimit në këtë komunë. Por gjendja e rrugëve dhe disa zonave mbetet e papërshtatshme dhe kjo I detyroi institucionet të kadit të marrin këtë vendim. Fatmirësisht nuk ka pas probleme të theksuara, po rrugën që në ngrica, vështirësi në qarkullim, për këtë kemi pa të arsyeshme që të shtyjmë për 2 ditë dhe këto 2 ditë do të zaventohen të vënë në vijim. Për 2 ditë fillimi I procesit mësimor u shty edhe në komunën e Madishevës. Në afërsi të hyrjes së shkollës fillore Ibrahim Azreku, rruga që e rënduar shkak I grumbullimit të ujit, por shkolla vet nuk u dëmtua. Edhe pse komuna e Madishevës është prekur nga vërshimet dhe situata në afërsi të shkollës ka qenë rënduar aktualisht, situata po qetësohet gradualisht. Objekti I shkollës fillore të mesme të Olët Ibrahim Azreku nuk është dëmtuar, uji nuk ka dëpërtuar brenda hapësirave shkollore dhe nuk ka shkaktuar dëme materiale. Gjendja brenda objektit është e mirë dhe e sigurt. Njëjtë edhe në këtë komunë nuk u raportua për ndonjë shkollë të prekur nga rreshjet. Fati I bardhë joni është për arsye se pozitat e shkollave tona janë vërtet në pozitë gjeografike janë të mirë dhe nuk kemi pas dëmën për shtin 2-3 shkolla që ka pas ka pak ujë që ka depërtuar përmes kulmit
Përndryshe, Drejtoria e Arsimit I ka bërë gjitha përgatitjet për me fillu vitin e ri, gjysmëvjetorin e ri tash shkollor, dhe nuk kemi pas asnjë pengesë sa I përket përgatitjes së infrastrukturës në shkolla. Ndërkaq komuna e Fushë Kosovës është komuna tjetër që ka shtyer procesin mësimor. Për shkak të mungesës së ngrohjes dhe kushteve atmosferike, kjo komunë do të fillojë gjysmëvjetorin e dytë një javë me vonesë. Edhe në Mitrovicën e Veriut, një shkollë nuk filloi të hënën mësimin. Ndër vite në komunën e Pejës ka pasur raste të vrasjeve të ndryshme. Mirëpo, një gjë e tillë nuk ka ndodhur gjatë vitit 2025, për çka Prokuroria Themelore në Pejë ka organizuar edhe një konferencë për media, ku janë nderuar edhe disa policë të cilët parandaluan që të ndodhë një vepër e tillë penale. Ishte ndër vrasjet më të rënda të kryera në Kosovë. Krimi kryer nga bashkëshorti Gjulieta Ukellës në Pejë mobilizoi krejt vendin për të kërkuar drejtësi. E vepra penale e vrasjes u krye brenda 26 viteve në këtë komunë në 203 raste. Përjashtim bëri viti 2025 për çka Prokuroria Themelore Pejës organizoi konferencë. Aty ku shtrihet juridiksioni jonë dhe kompetenca jonë lëndore dhe territoriale. Kemi punuar në këtë drejtim dhe sot në praninë e juaj kam nderin, kënaqësinë dhe privilegjin të prezantoj që pas 26 viteve pas luftës, viti 2025 evidentohet si viti vetëm pa asnjë vrasje në rajonin e Pejës. E një krim të tillë po planifikohej të kryej po në Pejë, por atë parandaluan 3 policë. Prandaj këta të fundit morën mirënjohje këtë të hënë. Labinot Shala, Beslim Kelmendi, Kisnik Bytyshi, 3 zyrtar policor, të cilët përmes heroizmit, profesionalizmit, guximit jashtëzakonshëm në kryet të detyrës zyrtare, për rastin e ndodhur në afërsitë e gjykatës themelore në Pejë, janë meritorët që viti 2025 përfundoi pas një viktim dhe pas një rast vrasje. Tutje kryeprokuroria tregoi numrin e veturave të konfiskuara. Kemi arritur rezultat të jashtëzakonshëm. Si për herë të parë, si kryeprokurore në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, kemi identifikuar të gjitha automjetet të cilat kanë qëndruar me vite tek Agjencioni për Administrimin e Pasurisë dhe Kosovës konfiskuar dhe tek stacionet policore. Kjo prokurori ka pranuar 353 lëndë për dhunë në familje dhe ka përfunduar 309 lëndë. Megjithatë, me të filluar viti 2026 në Pejë ka ndodhur një plagosje për çka ka reaguar edhe Policia e Kosovës, e cila ka kërkuar bashkëpunim nga qytetarët për gjetjen e 3 të dyshuarve për plagosjen që ndodhi të dielën në Pejë. Personat e kërkuar janë Arjan Qelaj, Yll Qelaj dhe Altin Qelaj. Sipas policisë, që të 3 janë të lindur në fshatin Maznik të Deçanit. Të pandehurit kërkon për veprën penale vrasje mbetur në tentativë. Policia e Kosovës kërkon nga qytetarët e Republikës së Kosovës që kushdo që ka informacion për vendodhjen e personave të dyshuar në fotot e bashkangjitura të lajmërojë Policinë e Kosovës apo të lajmërohet në stacionin më të afërt policor, thuhet në njoftim. E tani flasim për një seancë e cila është mbajtur në gjykatën e apelit, ku një i akuzuar për krime lufte ka kërkuar që të ulët dënimin ndaj tij, ndërsa pala e dëmtuar ka kërkuar burgim të përjetshëm për të. Pasi u dënua me 15 vite burgim për krime lufte, Miloš Plesković u ankua në shkallën e dytë. Përballë serbe në gjykatore zonë vendet familjarët e viktimave. Para atyre, kolegji i apelit filloi me elaborimin e ankesave të palëve në procedurë. Me datë 7/7/2025 kanë nxjerrë aktgjykim, me të cilët të pandehurin Miloš Plesković e ka shpallur fajtor për veprën penale, krime lufte kundër popullsisë civile. Pas gjyqtarës referuese, fjala ju dha avokatit mbrojtës së familjarëve të viktimave. Një ankesë tjetër është e pabasë dhe nuk korrespondon me provat të shtjellura dhe të administruar në gjykimin e shkallës. Dënim me të rënd ndaj atij që akuzohet se ja ka vrarë 2 djem binjak, kërkoi Mirje Daçaj. Edhe unë e kom shkruar, je në borë, që mi kam dhe të djemë. Kërë se në marë sete, unë e kom sërë se je dënimin. Edhe të dëmtuarit tjerë patën kërkesën e njesit të nënës së 2 djemve binjak që u vronë gjatë kohës së luftës së fundit në Kosovë. Unë e kom qenë aty 3 mësaftë.
15 burg pashë. Ka shta dhe marë shumë ditë në policie. E dënim me të ullët për të akuzuarin kërkoi avokatja Pleskovicit. za koje moraju dovesti do ukidanja ove izuzetno loše presude. I sada ću vam reći iz kog razloga. Gjatë elaborimit të ankesës së saj reaguan familjarët e viktimave. Vetëm diçka. Puco u njega. Treba njema dođi do zatvora. Këta u qetësuan tek pas ndërhyrjes nga gjyqtarët. Pas këtij episodi, avokatja mbaroi fjalën e gjyqtare e shpallit të përfunduar seancën. Slažem se sudija, ali ovaj čovjek je osuđen na 15 godina. Jo vetëm Plesković, mirë po edhe persona të tjerë të akuzuar për krime lufte dolën para drejtësisë ndër vite, mirë po për shkak se ata u liruan nga paraburgimi i këndënimit. Në shqyrtim fillestari akuzuari për krime lufte Ramadan Morina nuk e pranoi fajsinë. Nuk e pranoj fajsinë se prej ndodhët të tekës në mojë. Prej ndodhët në forës kom qenë Kosovë. Mbi këtë bazë mbrojtja kërkoi edhe ndryshimin e masës së sigurisë. I propozohet kryetarit të gjykatës që të mbrojtë vendet, ta liroj nga masa paraburgimit, shtet që eventualisht të shqiptohet një masë më e bukur. Po një kërkesë e tillë kundërshtuar nga prokurori speciale këtë me një arsye të mirë të bazuar. Sa herë që është ndru masa paraburgimit, të panderit kanë ikur dhe kanë shkuar në Serbi. Dhe këto për vetmin fakt se janë e dini se nuk ekziston një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë për ekstradimin e të panderit. Të tilla raste në fakt janë me dhjetra që nga pas lufta në Kosovë. Njëri prej tyre është shqiptari Lulzem Ademi akuzuar për vrasjen e dhjetra civilëve shqiptar në rajonin e Mitrovicës. Në lidhje me këtë dukuri është përgatitur një raport nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë. Bëhet fjalë për diku rreth 28 personave të dyshuar të cilët janë aratisur, pra atëherë ka qenë periudha e UNMIK-ut, sigurisht që në rastet kur personat e dyshuar për krimet e luftës janë pjesëtar të forcave serbe, kryesisht gjykata i shqipton masën e Shumë nga të akuzuarit kanë shfrytzuar spitale që të realizojnë edhe arratisjen. Ikja nga Kosova drejt Serbisë u shërbet si mbrojtje që të mos arrestohen edhe pas 2 dekadash. E fajin kryesor që në shumë vende drejtësia ka mbetur pa u vendosur, po e adresohet edhe UNMIK-ut. UNMIK-u në këtë rast ka qenë i pakujdesshëm, sepse vlerësimi i rrezikut të ikjes është një prognozë, mirë po nuk është thjesht prognozë, ajo prognozë duhet të mbështetet në rrethana. Ndoshta ata mund edhe të arsyetojnë dhe të thonë se Serbia me UNMIK-un ka bashkëpunu në aspektin formal, mirë po në aspektin përmbajtësor, material, edhe ata e kanë ditë që as me UNMIK-un nuk bashkëpunon Serbia nëse është në pyetje dorëzimi të akuzuarve për krime. Kjo praktike ndryshimit të masës së sigurisë si duket nuk po praktikohet më, duke marrë parasysh edhe këtë raste. Në fund të vitit të kaluar, gjykata themelore në Prishtinë ka vazhduar masën e paraburgimit Ramadan Morinës edhe për 2 muaj. Në Pallatin e Drejtësisë dështoi të mbahet një seancë. Gjykata themelore në Prishtinë ka anuluar seancën e së hënës në rigjykimin ndaj Palekajt, Eset Berishës, Nebi Shatrit dhe Besim Tahirit të akuzuar për keqpërdorim të detyrës lidhur me autostradën Arben Xhaferi. Shkak për anulimin e seancës është mos përfundimi i ekspertizës financiare. Në këtë rast, Palekaj në cilësinë e ministrit të infrastrukturës, Eset Berisha në cilësinë e këshilltarit të lartë politik të tij
Nebi Shatri si sekretar i përgjithshëm në këtë ministri dhe Besim Tahiri si drejtori i prokurimit publik ngarkuan nga prokuroria për keqpërdorim të detyrës zyrtare në bashkëkryerje. Nga zyra e gjykatës Violeta Namani Hajra konfirmuan se seanca e planifikuar për sot nuk mbahet për shkak se nuk është kryer ende ekspertiza financiare, ndërkaq e radhës caktohet pas pranimit të ekspertizës. Kryetaria e gjykatës themelore në Prishtinë, Albina Shabani Rama, ka refuzuar kërkesën për përjashtimin e kryetares së trupit gjykues nga gjykimi i rastit të njohur si 53 milionshi, kërkesë kjo e parashtruar nga i akuzuari Esed Berisha. Edhe një seancë tjetër është anuluar sot, seanca gjyqësore ndaj ish kryeshefit ekzekutiv të Korporatës Energjetike të Kosovës Nagib Krasniqi, i cili po akuzohet për veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar, e cili është parapar për sot nga ora 9:30 është anuluar. Kjo pasi kryetari i trupit gjykues Arben Hoti është avancuar në gjykatën e apelit. Anulimin e kësaj seance ka konfirmuar zyrtarja për informim në gjykatën themelore të Prishtinës, Mirlinda Gashi, e cila tha se për këtë lëndë gjyqësore së shpejti do të caktohet gjyqtari i ri. E tani flasim për një vendim që ka marrë gjykata supreme, mirëpo edhe PZAP-ja, sa i përket ankesave për procesin zgjedhor. Para 3 ditëve përfundoi numërimi të gjitha fletvotimeve nga zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit. Mirëpo rreth 30.000 nga ato që erdhën me postë u kontestuan në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Atë ankesë dorëzoi kandidati i PDK-s për deputet Bekim Haxhiu, duke kërkuar që të gjitha ato fletvotime që erdhën pas datës 29 dhjetor, pra me 2 dhe me 5 janar, të anulohen. Mirëpo kërkesa e tij u cilësua si e pasafatshme, pasi edhe ky u vënua në afatin 2 ditor. Paneli ka vlerësuar se ankesa është parashtruar pas afatit ligjor për paraqitjen e ankesës sipas nenit 119 paragrafi i parë të LZP-s, ku afati për dorëzimin e ankesës është 48 orë nga ndodhja e shkeljes së supozuar dhe se ankesa është dorëzuar në PZAP me datë 11/01/2026, ndërsa shkelja e supozuar sipas ankuesit ka ndodhur me datë 02/01/2026 dhe 05/01/2026. Për të njëjtën arsye u hodh poshtë edhe ankesa në kryetarit të kuvendit Nenad Rashić, i cili pretendoi për tren bullgar në Leposavić e Novobërd. Teksa paneli e cilësoi si të palejuar ankesën e kandidatit tjetër të PDK-s, Jakub Nura, për rinumrim të vendvotimeve në Skënderaj. Ndërsa iniciativa e re demokratike e Kosovës tërhoqi ankesën për parregullësitë e pretenduara në votimin me postë. E përveç PZAP-s, pas zgjedhjeve në gjykatën supreme deri të hënën, ishte dorëzuar veç një ankesë që u cilësua si e pabazuar. Lidhur me kërkesën tuaj bazuar në informacionet nga zyra për menaxhimin e lëndeve, aktualisht nuk ka ndonjë ankesë lidhur me zgjedhjet, të paraqitur në gjykatën supreme. Këtë vit një ankesë është refuzuar si e pabazuar. Ajo kishte të bënte me pretendimit të lëvizjes përparimtare të romëve karshi Partisë Rome të Bashkuar të Kosovës për ushtrim të ndikimit tek votuesit. E kur të përfundojnë krejt këto procese, atëherë do të bëhet edhe shpallja dhe certifikimi i rezultateve. Shpallja e rezultateve përfundimtare nuk e përmbyll procesin zgjedhor, pasi subjektet politike dhe kandidatët kanë të drejtë ankese ndaj rezultatit, fillimisht në PZAP dhe më pas çështja mund të shkojë deri në gjykatën supreme. KSZ është obliguar që të pres këto vendime, të zbatojë ato dhe vetëm pas kësaj të procedoj me certifikimin e rezultateve përfundimtare dhe njëkohësisht përmbylljen e procesit zgjedhor. Që nga përfundimi i numërimit të votave, KQZ ende nuk ka mbajtur asnjë mbledhje. E tani është koha për bisedën në studio ku bashkë me mua është Faton Fetaj, mësh se veni në frontal. Shëndetje, mirë se u gjej. A mund ta komentoni fillimisht i pam disa ankesa të cilat janë drejtuar në PZAP, po mirë po edhe në gjykatën supreme, si e keni parë vendimin e këtyre institucioneve? Në fakt, unë personalisht nuk kam qenë e kyçur në procesin e kontestimit të vendimit të KQZ-s, po kujtoj që ka qenë rasti që një procesi ti do duhet të kontestoj në kohën kur KQZ ka marrë vendim që të pranoj pas afatit votat e caktuara që kanë ardhur mbi 27.000 vota, jashtë afatit, ndërkohë që ligji për zgjedhjet, përkatësisht për votimin në diasporë, për votimin jashtë vendit shumë i qartë që të gjitha votat e dërguara me postë duhet të pranohen deri te nesërma e ditës së votimit. E kjo nuk ka ndodhur, KQZ-ja ka marrë një vendim
të paligjshëm, vlerësimi i paligjshmërisë të cilit për shkaqe të mos kontestimit si duhet nga ana e palëve të përfshira, nuk u arrit të konfirmohet, mirë po KQZ si organ kolegjial ka nxjerrë vendim të paligjshëm duke pranuar mbi rreth 30.000 fletë votime të pranuara me post, e përjedhoi një vendim i tillë i paligjshëm kishte përpasur edhe ndryshimin e rezultateve deri në 2 deputet plus minus, po meqenëse se unë personalisht nuk kam qenë i angazhuar në procesin e kontestimeve të tilla, ndoshta edhe nuk është edhe etike të lëshoj më shumë. Po, megjithatë në cilësinë e jurisit pra po vlerësoni se ka pasur shkelje. Mirë po thoni se nuk është kontestuar siç duhet nga palët. Kush ka dështuar në këtë rast që ta dëshmojë se të gjithë palët me interes, të gjitha subjektet politike pjesëmarrëse në zgjedhje. Kështu që në rastin konkret është barazvlefshme në krahasimin e votës brenda vendit. Sikur se KQZ-ja të merrte vendim, ndërsa ligji thotë vendvotimet hapen për votim nga ora 7 deri në orën 7 në mbrëmje, dhe KQZ të marrë vendim për mbylljen e vendvotimeve në ora 15, pra në kundërshtim me ligjin, e njëjta gjë është edhe për këto votat e pranuara jashtë afatit të votimit me post jashtë vendit. Kështu që KQZ e ka këtë përgjegjësi të shkeljes së ligjit, ndërsa fatkeqësia që palët e autorizuara nuk kanë arritur ta trajtojnë këtë çështje, meqense nuk është trajtuar fillimisht nga vetë KQZ, të paktën ta trajtojnë me kohë në PZAP. Kështu që vendimi i PZAP-s për mua ka qenë i pritshëm. A nuk patët vullnet që të përfshiheshit me qenë se keni identifikuar këtë shkelje apo? Jo, personalisht unë kam qenë i zënë në angazhimet e punës së përditshme të avokatisë, kështu që nuk e di çfarë të. Si vlerësoni këto procedurat e ankesës fillimisht në PZAP, po atë edhe brenda APDK-s të cilët janë vonuar për ta parashtruar ankesën me kohë, për këtë arsye dhe janë refuzuar, si ishini ato? Po mirë, tani janë disa afate aty që PZAP-ja fatkeqësisht i trajton në mënyrë shumë le të themi restriktive, shumë të ngushtë interpretimin e afateve mbi këto procedurat e brendshme administrative, por çfarë ka rëndësi është se është cenuar e drejta e votës përmes devijimit të afateve të përcaktuara ligjore. Tani nëse gjithë pajtohemi që ligji është të gjithë janë barabartë para ligjit dhe e drejta e votës duhet të ushtrohet në pajtim me ligjin, atë ky ligj ka përcaktuar që çdo votim jashtë vendit duhet të arrijë deri te nesër mbi fjala të ditës së votimit. Këto ishin fletë votime të pranuara 5 ose 6 ditë pas ditës së votimit. Dhe kjo është shkelje ligjore për të gjithë, e barabartë nga përgjegjësia për gjithë anëtarët e KQZ-s. Veçanërisht për ata që kanë votuar për zgjatjen e këtij afati. Kështu që nuk ka nevojë ndoshta të komentoj më shumë rreth këtij procesi tashmë të mbyllur. Do më thënë është proces i mbyllur, a ka ndonjë hapësirë në aspektin ligjor që të mund të kontestosërisht kjo çështje e këtyre? Po ata fjalën është i mbyllur në aspektin e vendimarrjes së PZAP-s, sigurisht që çdo vendim i PZAP-s në bazë të ligjit për zgjedhje është i kontestueshëm në gjykatën supreme dhe besoj që palët e pakënaqura do të kenë mundësinë të shterojnë mjetet juridike, jo vetëm në gjykatën kushtetuese, por nëse shohin nevojshme që preket një drejtë e tyre kushtetuese, të referojnë çështjen në gjykatën kushtetuese. Po e përmeni gjykatën supreme, nëse kjo çështje trajtohet edhe nga ky institucion, cili presni që të jetë epilogu? Tani nuk dua të paragjykoj vendimin e gjykatës, sepse meqense e njoh pak procesin, s'dëshiroj që fjala ime të paragjykojë se ndikoj në një mënyrë ose tjetër në vendimin e gjykatës supreme. Po pse vlerësoni se ka bërë KQZ-ja një shkelje të tillë të ligjit, siç po e përmendni për? Po sepse KQZ-ja nuk ka autoritetin takrin ligjor të ndryshojë afatet ligjore. Ato e bën vetëm Kuvendi i Kosovës përmes një plotësimi të ndryshimi të kësaj dispozite të ligjit. Prandaj KQZ-ja në radhë të parë ka bërë këtë shkelje e cila ka pasur një sër pasojash, dhe jo vetëm në aspektin e rezultateve individuale të një apo dy kandidatë brenda secilës listë të deputetëve, por edhe në plan të përgjithshëm dhe në renditjen e përgjithshme të subjekteve politike
Cili është dëmi që është shkaktuar në këtë rast Partisë Demokratike të Kosovës? Po tani unë s'kam marrë flas në emër të PDK-s. Kështu që nuk ka nevojë të lëshoj më shumë në këtë çështje. E qartë, kur jemi tek kuvendit, tek institucionet e kemi parasysh gjatë së premtës, gjykata kushtetuese doli me një vendim, me një njoftim sa i përket disa ligjeve të cilat janë shfuqizuar. A mund na e komentoni fillimisht vendimin? Po në fakt ditën kur u shpallën këto vendime, unë personalisht nuk arrita të përgjigjem atë ftesës juaj, sepse isha në një seancë të një orë tashmë për publikun në natën e së premtës. Vendimi i gjykatës kushtetuese me të cilin u rrëzuan 12 ligje nga njëra anë dhe ligji për byron e konfiskimit pasurisë nga ana tjetër, pra 13 ligje të seancave të 5 dhjetor 2024, ishte një vendim i pritshëm. Si përfaqësues i autorizuar i grupit parlamentar të PDK-s, natyrisht që e vlerësoj dhe çmoj për rastet më të rëndësishme të mbrojtjes së parlamentarizmit në Republikën e Kosovës. Këto 13 raste, bashkë me 7 shkelje të tjera të grupit parlamentar, përben 20 shkelje kushtetuese, 20 betejë kushtetuese, me të cilat unë kam pas nderin, privilegjin dhe përgjegjësinë ta përfaqësoj grupin parlamentar pranë gjykatës kushtetuese dhe të hartoj këto raste pranë kësaj gjykate. Sa i përket 13 rasteve të fundit, as pak befasues vendimi i gjykatës kushtetuese, përveç se i vonuar, as pak befasues, sepse kam qenë i bindur si hartuesi secilit rast, 13 rasteve, që këto raste ose do të shpallen jo kushtetuese, ose Kuvendi i Kosovës do të merr një trajt tjetër, trajtën e një mekanizmi mekanik të përdorimit nga qeveria vetëm sa për të kontrabanduar ligje, dhe fatmirësisht gjykata kushtetuese nuk e lejoi këtë. Ishte roli dhe funksioni që do duhej ta mbronte gjykata kushtetuese. Kuvendi është institucioni më i lartë ligjvënës dhe përrjedhoi nuk mund të nënshtrohet as qeverisë dhe as ndonjë pushteti tjetër. A ju kujtohet se çfarë ka ndodhur në seancën e 5 dhjetor 2024? Ishin të planifikuara 2 seanca me vendimet kryesisht planifikuara që të mbaheshin 2 seanca në të njëjtën ditë. Por çfarë ndodhi? Në datë 5 dhjetor 2024 u mbajtën 6 të tilla. 4 seanca të tjera nuk ishin ftuar në mënyrë të rregullt, nga se për të përcaktuar rendi i ditës për një seancë, ai rendite duhet të miratohet paraprakisht në kryesi. Dhe kjo nuk kishte ndodhur nga që nuk kishte mundësi, madje edhe objektive të mbledhej kryesia e Kuvendit. Dhe konjufca kishte bërë shkelje, sepse rregulloria thotë që nëse nuk miratohet rendi i ditës në kryesi, për arsye të ndryshme, rendi i propozuar i vendoset në votim fillimisht ose paraprakisht seancës plenare. Dhe as në këto 4 seancat shtesë që i kanë mbajtur konjufca dhe shumica parlamentare nuk i kishte vendosur në votim. Përjedhoi kishte shkelur rregullorën e punës së Kuvendit. Rregulloria e punës së Kuvendit është ligji themelor mbi të cilin organizohet dhe funksionon puna e Kuvendit, puna e deputetëve, e komisioneve parlamentare, e mbikëqyrjes parlamentare dhe funksioneve themelore që i ka Kuvendi. Dhe si e tillë, kjo rregullor është akti vetëm nënligjor, pra që ka karakter nënligjor, e i cili përcaktohet në kushtetutë. Nuk ka asnjë akt tjetër nënligjor kushtetuta që e parashë. Por është rregulloria e punës së Kuvendit, si akt nënligjor i vetëm të cilin e parashë kushtetuta, siç e shihni, është për akteve më të rëndësishme dhe jo rastësisht miratohet me 2/3 të deputetëve të gjithë deputetëve. Kur u shkel le të themi rregulloria për sa i përket mënyrës së thirrjes së seancave, ju kujtohet edhe shkelja tjetër se çfarë kishte ndodhur? Deputetët ishin ftuar, bie fjala, nëse seanca e tretë ishte planifikuar të mbahej në ora 14:30, ftesa që ju ka shkuar deputetit, ju ka shkuar me fjalën në ora 15, pra gjysmë ore ftesa ju ka shkuar deputetit, pasi do duhej të mbahej seanca. Ndërkohë që rregulloria thotë se duhet 48 orë më herët, së paku më herët 48 orë, deputetëve t'u ndahet ftesa, t'u ndahen materialet, në mënyrë që të njëjtit përgatiten kur të shkojnë në proces votimi. Ta lexojnë përmbajtjen e ligjit, nëse është e nevojshme, dhe t'i japin edhe amendamentet, kontributet e tyre. Pra shkeljet të cilat kanë ndodhur kanë qenë kryesisht procedurale. A mund na tregoni edhe shkeljet e tjera të cilat janë identifikuar? Po, që ta nënvizoj. Në fakt na e patëm paralajmëruar që këto
ligje kanë pasur, janë shoqëruar me një procedurë që i ka paraprir atyre, një procedurë jo kushtetuese dhe jashtë rregullave të parlamentarizmit vendor, dhe përjedhoi, me qenë se kushtetuta mundeson kontestimin e ligjeve si në procedura ashtu edhe në përmbajtje, ne patëm kontestuar këto ligje vetëm për sa i përket procedurës me një përjashtim që të flasim pak më vonë. Dhe në këtë rast ishim të bindur që procedura që i ka paraprirë miratimit të tyre ka qenë procedurë jo kushtetuese, e cila ka rezultuar edhe pastaj me vendimarrje kushtetuese. Fatkeqësisht, vullneti shumicës parlamentare nuk ishte që këto ligje të miratoheshin, sepse po të ishte vullneti që këto ligje kaq të rëndësishme të miratoheshin, sigurisht që do të parandaloheshin ose do të evitoheshin këto shkelje duke respektuar kushtetutën, rregullat përkatëse të punës së kuvendit, dhe ky improvizim e mori përgjigjen e duhur nga gjykata kushtetuese. Këto nuk janë 13 shkelje të akteve nënligjore, as shkelje të ligjeve, janë 13 shkelje kushtetuese. Krahas 7 të tjerave, grupi parlamentar i PDK-s i ka tashmë në legjislaturën 22 mars 2021, 22 mars 2025, 4 vjeçare që ishte, i ka fituar 20 beteja në gjykatën kushtetuese dhe natyrisht që për të fituar këto beteja, për të zhvilluar këto beteja, duhet të ketë vullnet politik për ta mbrojtur kushtetutën, për ta kuptuar rendin kushtetues, sepse mbrojtja e kushtetutës nuk ndodh vetvetiu, atë duhet ta mbrojnë aktorët e demokracisë, dhe në këtë rast grupi të gjitha meritat tani i takojnë grupit parlamentar për vullnetin politik për të dërguar këto raste në gjykatën kushtetuese në mënyrë që të parandalohet ose evitohet një shkelje ose një degradim i rendit kushtetues. Dhe grupi parlamentar në krye me ish-kryetarin e grupit, zotin Belar Tahiri, natyrisht që në çdo rast më ka autorizuar mua për të hartuar rastet në pikpamje profesionale, por edhe për të parashtruar në gjykatën kushtetuese, por që mendoj që është bërë një betejë e jashtëzakonshme në mbrojtjet e kushtetutës, betejë e cila ose betejat e cilat në fund të ditës kanë vendosur disa kufi të sjelljes dhe veprimit politik të qeverisë, për të kuvendit, dhe këto rregulla do të shërbejnë të gjithëve, pavarësisht sot është lëvizja vetëvendosje, nesër do të vjen dikush tjetër, janë rregulla të cilat janë të shëndetshme për demokracinë, sepse e mbrojnë thelbin, kuptimin e demokracisë. Kështu që këto raste, 13 ligjet e rrëzuara, fatkeqësisht, po të evitoheshin këto shkelje, sot s'do ta kishim të rrëzuar ligjin për sistemin e pagesave. Keni parasysh sistemin SEPA, sistemin unik të pagesave me euro, që është sistemi evropian, në të cilin Kosova ka mund të jetë pjesë atij sistemi dhe do të mundësonte transferet e bashkëdetarëve tonë në mënyrë të shpejtë, pa asnjë kost, me një kosto të jetë minimale, dhe do të ishte i dobishëm për gjitha familjet ose qytetarët tonë. Po ky është dështim që i faturohet lëvizjeve vetëvendosje, sepse kuvendin e sheh si një instrument të kontrabandimit të ligjeve, jo si një instrument të vendosjes finale të ligjit, të ndrimit të ligjit. Pikërisht nga lëvizja vetëvendosje në ditën kur është publikuar ky vendim i gjykatës kushtetuese, patën akuza edhe ndaj subjekteve të tjera politike, mirë po kritikuan edhe këtë vendim të kushtetueses, duke thënë se në një farë forme janë duke psuar vetë qytetarët. Cili është dëmja që është shkaktuar për shpërfilljen e këtyre procedurave për kalimin e këtyre ligjeve? Po tani e fundit, ose më saktë, jo e fundit, po fare nuk i takon lëvizjeve vetëvendosje të flas për mbrojtjen e kushtetutës ose ta marrë kushtetutës si referencë, sepse e njëjta ka pronësinë, ka autorsinë për shkeljen e vazhdueshme dhe dhunimin e rendit kushtetues. Po, cilat janë pasojat janë sigurisht të mëdha, sepse sot po të kishte kaluar në mënyrë të rregullt, po të ishte miratuar në mënyrë të rregullt ligji për lojrat mesdhetare, Kosova do të ishte duke i përgatitur lojrat mesdhetare. A shihni çfarë dëme ka shkaktuar kjo shumicë parlamentare në krye me lëvizje vetëvendosje? Ata kanë pamundsuar që të miratohet ligji për lojrat mesdhetare dhe rrjedhimisht ligji për lojrat mesdhetare Prishtina 2030 veç është se i vonuar. E kush mund të thotë se është i vonuar për shkak të PDK-s, e cila kërkoi asgjë më shumë se sa mbrojtjen e kushtetues? A e kuptoni çfarë hipokrizie ekziston në radhat e
këtyre njerëzve që fare nuk ka leshen shkelja e kushtetutës. Bie fjala, kush do të skuqet sot përballë shtetarëve për ligjin për banim të përballueshëm, gjithaj premtimi elektoral ku mbetet tash? Që u rrëzua, kush duhet të kërkoj falje shtetarëve për këtë premtim të rrënd? Nëse qenë ka krye prioriteti i qeverisë, pse nuk e ke vullnetin politik për ta miratuar në procedurë të rregullt parlamentare në ligj, qëllimi i cili po themi të gjithë që është i mirë dhe është i dobishëm për të gjithë. Prandaj a shihni këta vetë bëjnë shkelje, vetë shkaktojnë pasojat dhe në fund të ditës i akuzojnë të tjerë ata që e mbrojnë kushtetutin. Kjo është absurde dhe nuk gjendet në asnjë vend ose asnjë demokraci. Kudo kishte ndodhur një shkelje e tillë, së paku 13 ligje po tërzoheshme në vend evropian. Me një vendimare të vetme të gjykatës kushtetuese, kjo do të ishte fatale për një parti politike për vetë një strukturë të caktuar politike. Çfarë ndodh këtu? Në vend se të kërkohet falje, të premtohet një qasje e përgjithshme në mbrojtje të rendit kushtetues duke evituar dhe adresuar të gjitha shkeljet ose konkluzionet e gjykatës kushtetuese, këtu çuditërisht shohim një qasje qasje serike të sulmeve, të vazhdueshme ndaj emrave të përveçëm, qoftë ndaj politikanëve, qoftë ndaj gjykatës kushtetuese, e që në fund të ditës kjo e dëmton dhe e cënon shpirtin liberal të Kushtetutës së Kosovës. Kështu që unë si përfaqësues i autorizuar i grupit parlamentar kam qenë krenar për besimin që më ka dhënë grupi parlamentar në adresimin e 33 betejave në gjykatën kushtetuese dhe 20 prej të tyre tashmë janë konfirmuar, secila më e rëndësishme se tjetra. Jemi duke pritur edhe vendimin për fondin sovran, një nga ligjet kapitale të fushës ekonomisë, për të cilin, siç kam qenë i bindur kur e kem hartuar atë parashtresë pranë gjykatës kushtetuese për kontestimin e këtij ligjit, sot të njëjtën bindje edhe më të fortë kam se ai ligj duhet të rrezohet nga gjykata kushtetuese. Sa i përket ligjit për byron, një ligj të cilin e përmendet në hyrje, është krahas 13 ligjeve të rrezuara në gjykatën kushtetuese. Mirë, po kur e dërguam së bashku me kryetarin e grupit Abelar Tahirin me 12 dhjetor 2024, paralajmëruam se krahas 15 ligjeve të tjera ishte edhe byroja e konfiskimit të pasurisë, ligj të cilin e kontestuam edhe në përmbajtje. Pra nuk e dërguam atë vetëm për sa i përket kontestimit të fundit, po treguam se ku ka shkel kushtetutën edhe në përmbajtje të ligjit. Por fatkeqësisht gjykata kushtetuese tha që aq të dukshme dhe të mëdha janë shkelet në procedurë edhe për këtë ligj, saqë nuk ka nevojë të lëshohet në vlerësimin e saj në përmbajtje. Ligj të cilin po ashtu e ka rrëzuar gjykata kushtetuese 2 vite më parë, e të cilin pata pas autorizimin edhe asaj kohe për të hartuar këtë rast pranë kësaj gjykate edhe unë. Kështu që mendoj se ligji për byron për konfiskimin e pasurisë, kur do që duhet të bëhet, edhe nëse miratohet si i tillë në procedurë të rregullt parlamentare, njëjti duhet të kontestohet, sepse kush do që flet për konfiskim pasurie. Domethënë, fusha e konfiskimit pasurisë atraktive për të mashtruar njerëzit, sepse unë nuk flas si politikan, as nuk pretendoj nesër të marr vota nga dikush, unë flas sipas si një profesionist i fushës i cili është i ftoftë në vlerësimin e këtyre argumenteve dhe paraqitjen e fakteve. Tani, Kosova ka një ligj në fuqi për kompetencat e zgjeruara në konfiskimin e pasurisë, i cili ligj nuk zbatohet. Dhe dini pse? Sepse lidhet kryekput me vullnetin e qeverisë për ta financuar trajnimin e fuqishëm të prokurorëve, specializimin e tyre në fushën e konfiskimit. Pra është ligj në letër, sot e kemi atë ligj. Pse nuk flet askush për atë zbatimin e atij ligji? Këta që janë në pushtet tash 6 vite, pse nuk flasin për rezultatet e zbatimit të atij ligji? Po thirrëm një ligj kundër kushtetues vetëm për poena politik, për ta mashtruar njerëzit, një ligj kundër kushtetues i cili bie ndesh me parimet themelore të organizimit të funksionimit të një shoqërie dhe parimeve demokratike, siç është bie fjala parimi i prezumimit pafajësisë. Sot në një procedurë penale kushdo që akuzohet, ai konsiderohet me kushtetut i pafajshëm, derisa të provohet fajësia e atij me një vendim përfundimtar të formës prerje gjyqësore. Po. Ndërkaq, sipas këtij ligji, çdo kush është i fajshëm derisa të provohet pafajësia e tij e mëvonshme.
Që është kjo? Kjo është gjueti i shtrigash, është ligj për kundërshtarët politik, është ligj për qytetarët që s'të binden, është ligj për zyrtarët që nuk të binden urdhrave të tu, është ligj për shantazhim të çdo kundërshtari si mendimtari, mendimi ndryshëm. Prandaj ky ligj nuk duhet kaloj dhe kurdo që bëhet, siç isha duke thënë, ky duhet të kontestohet përsëri. Përsëri derisa ta kuptojnë që ky ligj nuk funksionon në Kosova me këtë ligj, sepse siç e kam thënë 4-5 vite më parë, kur e kanë marrë këtë iniciativë, edhe në nivel të koncept dokumente që patën miratun qeveri muajin e parë, pra muajin prill 2021, isha i vetmi që dola në studio dhe thash, Kosova ose do ta ketë këtë ligj, ose do ta ketë këtë kushtetutë. Dyja bashkë nuk shkojnë. Dhe koha e dëshmoi që kisha të drejtë, sepse edhe ligji i parë u rrëzua, prandaj mbeti kushtetuta, ligji u rrëzua. Këto betejë sot njerëzit mund të fatkeqësisht atë shumë voluminoz janë, saqë mund t'i shohin edhe si numra, u shkel kaq herë, por mund t'ju them se secili ligj është më i rëndësishëm se tjetri, dhe mos miratimi në procedurë kushtetuese për fajin e lëvizjeve të vendosje ka për pasojë drejt për drejt në institucione dhe në interesat e qytetarëve që i targeton ligji i caktuar. Po si shihni faktin që gjykata kushtetuese mori një periudhë bukur të gjatë për t'ju përgjigjur ankesës së cilës ju keni drejtuar, a shihni këtë vonesë apo e arsyetoni marrë parasysh volumen? Po ata që kanë një përvojë me gjykatën kushtetuese e dinë se ky nuk është rasti i parë, as rasti i vetëm. Personalisht si avokat në kërkesat individuale të palëve që kam pranë kësaj gjykate, ka raste që kam që pres deri në 3 vite për një vendimarrje të tillë. A është të zgjatur? Po është. Mirë, po kur gjykatës kushtetuese duhet në një kohë bie fjala për një rast 3 vite kohë që e kam dërguar si KI, si kërkesë individuale, për një rast një të drejtë individuale të një qytetari të Kosovës që kam kontestuar në këtë gjykatë, dhe po bën 3 vite dhe nuk ka vendim. Është logjike që gjykata kushtetuese në raste komplekse të shurtimit të kushtetshmërisë së ligjeve të markon. Do një rast të bën më shpejt, do një rast të bën me një analizë pak më të thelluar, duke konsultuar edhe praktikat e gjykatave kushtetuese si motra ose komisionet e Venecias tek e fundit. As nuk mund të them që është të shpejt as e vonuar, sepse ka thënë tek e fundit gjykata s'kam nevojë ta bëj as zëvendësin as avokatin e saj, ka thënë që le të themi koha që merr një rast varet nga kompleksiteti i natyrës së tij dhe në këtë pikpamje pajtohet. Po sa ka qenë i vështirë hartimi i krejt këtyre ankesave me cilat ju keni drejtuar gjykatës kushtetuese, thatë që keni qenë i përfshirë në të gjitha këto raste, sa është e vështirë dhe sa kërkon detaje? Po në fakt, teknikat e hartimit të rasteve në gjykatën kushtetuese janë specifike, kërkojnë dije, përvojë, por edhe një qasje shkencore në hartimin e tyre. Unë kam një përvojë në temi solide pranë kësaj gjykate, e cila ka filluar tash ndoshta 6-7 vite në hartim të rasteve pranë kësaj gjykate dhe mund të them me kompetencë e njohur dhe praktikën vendimarrjes së saj, duke përcjellur në mënyrë të vazhdueshme secilin vendim që e publikon gjykata kushtetuese dhe mund të them se hartimi këtyre rasteve është kompleks, natyrisht që në varësi të rastit, siç ishim duke thënë më herët, nëse rasti është më i komplikuar, kërkon edhe lexime paraprake, hulumtime paraprake, analiza paraprake. Ndërsa shkrimi i rastit si i tillë, po ashtu kërkon kohën e saj. Natyrisht këto raste janë shumë komplekse, janë edhe jo të lehta, por unë kam një përvojë këtë aspekt dhe E përmendët edhe ju që nuk është thjesht vetëm një numër i ligjeve të cilat janë rrëzuar, janë ligje të cilat do të ndikonin në jetesën e qytetarëve të Kosovës. Pse u bë kjo shkelje në Kuvendin e Kosovës, a u bë për shkak të mungesës së njohurisë për procedurat, pse u neglizhuan ato? Mund ta them me garanci se kjo nuk u bë në mungesë të njohurisë mbi procedurat, sepse kjo legjislaturë ose legjislatura në kohën e cilës janë miratuar këto ligje, ka miratuar mjaft ligje, ka qenë legjislaturë e plot dhe
Nuk mund të themi se nuk e dim procedurën, sepse qindra ligje të tjera kanë miratuar. Por, unë them me bindje se këto procedura janë shkelur, vetëm për të kontrabanduar numerikisht miratimin e sa më shumë ligjeve, për të marrë me aspekte kuantitative, kaq ligje miratuam, kaq ligje në lexim të parë, kaq në lexim të dytë, por pa vullnetin politik për ta marrë formën e ligjit dhe formën e zbatimit të ligjit ato nisma, sepse ose nuk dëshirojnë që këto ligje të hyjnë në fuqi, sepse kanë një kosto të caktuar, ose këto ligje i bëjnë sa për sy e faqe për të mashtruar qytetarët për vota, dhe në fund ditës një vendim, një ligj të tillë e riciklojnë një herë, 2 herë, 3 herë, në fund me një mashtrim mbajnë 5 vite, 6 vite qytetarë, në vend se një premtim të zbatohet brenda një viti, këta me një premtim mbajnë dhe i gënjejnë në mënyrë të vazhdueshme për vite të tëra qytetarët, kështu që është përgjegjësi e politikanëve ta bëjnë betejën politike. Unë ndihem krenar që e kanë bërë me përgjegjësi betejën juridike, betejën profesionale, dhe i thash se e kam pas një bashkëpunim të shkëlqyshëm me grupin parlamentar i cili gjithmonë me ka besuar evidentimin e shkeljeve kushtetuese dhe pastaj hartimin dhe përfarsimin e tij pranë kësaj gjykate. Po, jemi në fund të kësaj bisede, mirë po flasim për një aksion të prokurorisë themelore në Prizren, nga ku përfunduan 10 persona të arrestuara. Mund na tregoni, ju jeni mbrojtja e njërit prej të dyshuarve apo jo? Po. Cilat kanë qenë ankesat tuaja rreth procedurave në këtë rast? Po tani aksioni i prokurorisë është zhvilluar brenda kompetencës kushtetuese dhe ligjore të prokurorisë themelore në Prizren, por pavarësisht që ishte panevojshme që një aksion i tillë të zhvillohet ndaj, themi, 35 personave të tjerë, janë 39, sepse kjo panevojshmëri lidhet me vetë qasjen e prokurorisë, që pastaj kur shkon në gjykatë nuk kërkoi paraburgimin e të mbrojturit tim dhe 34 personave të tjerë. Dhe unë në këtë seancë ne pata privilegjin me autorizim të gjithë kolegëve avokat, vetëm për efektet të kohës, që të menaxhojmë kohën më mirë, sepse keni parasysh ishte një rrethanë jo e zakonshme me 39 avokat në sallë, 39 pa ndëror, zyrtar policor, zyrtar gjykatës e kështu me radhë, me kushte me një fjalë kogja ekstreme, dhe të gjithë avokatët e 35 avokatët e personave që të pandërur, ndaj të cilëve prokuroria kishte kërkuar masën detyrim paraqitje dhe ndalin të ofrimit të vendit ose personave të caktuar. Ma autorizuan mua që ta parashtroj kundërshtimin tonë edhe ndaj kësaj kërkese të prokurorisë. Ne u habitëm pastaj me këtë zotëriun që ishte gjyqtari i rastit. Unë e shpreha zhgënimin tim dhe për mos pajtimin tim profesional për sa i përket një vendimi të padrejtë që e mori në fund të seancës. Prandaj me qenë se kodi procedurës penale përcakton të që kur vetë prokuroria nuk kërkon një mas paraburgimi për një person, kërkesa për të cilin lidhet në atë seancë, gjyqtari ose gjykata vendos lirimin e tij derisa ka 48 orë kohë shtesë për ta marrë një vendim. Pra janë 2 afate. Afati 48 orësh që ka të drejtën prokurori me të ndalë me vendim, po me njëherë brenda 48 orësh duhet të dalësh para gjyqtarit procedurës paraprake, dhe kështu kishte ndodhur. Por na pa u bë 48 orë kemi dalë para gjyqtarit procedurës paraprake dhe krejt në rregull ishte deri këtu. Mirë, po gjyqtari thoshte që me qenë se ende është në fuqi ky 48-shi, ju përsëri ktheuni në qendrat e ndalimit derisa unë ta marr vendimin. Po. Dhe kjo ishte në shpërputhje me kodin e procedurës penale, sepse ndaj 35 të pandërorëve vetë prokuroria s'kishte kërkuar dërgimin e tyre në mbajtje përkatësisht paraburgimin. Kështu që edhe po të zbatohej vetë propozimi i prokurorisë, po të miratohej kërkesa e prokurorisë aty në seancë, sa ishim aty, ishte më favorshëm për të mbrojturit tonë se sa vendimi që e mori zotëriu që ishte gjyqtar aty. Por që fatkeqësisht një mungesë e tillë dijes. Edhe e keni akuzuar edhe për mungesë guximi. Për çka? Po, mungesë guximi dhe dije, kjo duhet të thënë hapur, dhe një person i tillë meriton edhe procedurë disiplinore të iniciohet. Nuk mund të luash me dinitetin e 35 personave, qoftë një personi të vetëm, sepse diniteti është e drejta e parë themelore në kapitullin 2 të Kushtetutës dhe është baza e secilës së drejtë. Si mund të kufizohet dikujt liria
pa pasur vendim të ri. Tek e fund ky zotëriu nuk mori vendim të ri në procedurë. Për të thënë se po, tash me vendimin tim do të shkoni përsëri në mbajtje. As vendim formalisht, qoftë të paligjshëm nuk mori. Thjesht na lanë në terren informativ. Një shkelje e tillë ne jemi aty për ta adresuar e për ta ngritur. Dhe krejt në fund nëse mund ta komentoni rastin tërësisht një numër goxha i madh të arrestuarve, për çka po dyshohet klienti juaj në këtë rast? Po tani është faza e hetimet sapo kanë filluar për 35 personat e tjerë, për dallim nga 4 personat e tjerë, ose le të themi personat të cilët kanë qenë targeti kryesor i prokurorisë, që ka thënë vetë kryeprokurori i Prizrenit. Kështu që për këta 35 persona të tjerë sapo kanë filluar hetimet, do të kufizohem të lëshohem në detaje të caktuara, por mund të them se i mbrojturi im është një viktimë e një mashtrimi, në qasjen ose pikpamjen e tij ka qenë tërësisht një mirësjellje, po e cila ka rezultuar në mashtrimin e tij. Pra i mbrojturi im dhe 34 personat e tjerë duhet ta kenë pozitën tjetër juridike, që s'dua ta them tani, nuk duhet të jenë të akuzuar, duhet ta kenë një pozitë ose një cilësi tjetër në këtë procedurë, të dëmtuar, të cilën besoj që me kohën do ta trajtojmë dhe adresojmë, qoftë në kualifikim të aktë akuzës, qoftë në procesin gjyqësor që do të vijojë tutje. E qartë, unë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit Frontal. Faleminderit, ishte kënaqësi dhe për mua.